Ai është i dashuruar me ty dhe as vetë nuk e di saktësisht kur filloi. Nuk pati një moment të caktuar, asnjë datë të shënuar në kalendar, asnjë sken filmi, thjesht ndodhi. Dhe gjëja më befasuese është kjo, as ai vetë nuk e kupton plotësisht, sepse nuk ishte rastësi, asnjë magji sipërfaqësore, jo vetëm kimi fizike. Ti bëre diçka që preku një pjesë të thellë të pavetdijes së tij. Shumë burra besojnë se bien në dashuri për shkak të asaj që shohin. Bukuria, gjestet, fjalët, momentet e përjetuara së bashku. Por dashurimi i vërtet nuk ndizet vetëm në sipërfaqe. Ai aktivizohet kur dikush zgjon një ndjesi të brendshme që është e vështirë të shpjegohet. Ai nuk u dashurua vetëm me pamjen tënde, ai u dashurua me mënyrën se si ndihej pranë teje. Ndoshta ishte qetësia që rrezatoje. Ndoshta ishte mënyra se si e shikoje pa gjykim. Ndoshta ishte autenticiteti me të cilin flisje, pa u përpjekur të impresionoje. Diçka tek ti bëri që mbrojtja e tij të binte. Dhe kur mbrojtja bie, pavetdia fillon të flasë. Nga perspektiva e psikologjisë së thellë, dashuria e vërtet nuk lind vetëm nga dëshira e vetëdijshme. Ajo lind kur dikush aktivizon përmbajtje të pavetdijshme që kishin fjetur. Tek burri, një nga këto përmbajtje është anima, imazhi i brendshëm i femërores që jeton në psikikën e tij. Shumica e burrave nuk janë të vetëdijshëm për këtë imazh të brendshëm, por kur një grua mishëron cilësi të caktuara, thellësi, koherencë, stabilitet emocional, mister natyror, ky imazh aktivizohet. Dhe kur anima aktivizohet, diçka ndryshon. Ai fillon të mendoj për ty pa ndonjë arsye të dukshme. Kujton detaje të vogla, ndjen një lidhje që nuk mund ta reduktoj vetëm në aspektin fizik, nuk është vetëm tërheqje, është rezonancë, sepse kur dikush prek pavetdijen, nuk krijon vetëm interes, krijon lëvizje të brendshme. Ndoshta nuk bëre asgjë të jashtëzakonshme, nuk e joshte me strategji, nuk konkuron, nuk luajte, thjesht ishe vetvetja. Dhe ky autenticitet ishte i mjaftueshëm për të zgjuar diçka të thellë. Dashurimi i vërtet nuk fillon gjithmonë me intensitet shpërthyes. Ndonjëherë fillon në heshtje, si një ndjenjë e butë që vendoset gradualisht. Një rehatje e çuditshme, një afërsi e pashpjegueshme, një ndjesi se këtu ka diçka ndryshe. Ai mund të përpiqet ta racionalizojë, ta quajë rastësi, ta minimizojë. Por kur dikush prek pavetdijen, zemra e di para mendjes. Dhe edhe pse ndoshta ende nuk e pranon, edhe pse ndoshta ende nuk e kupton plotësisht, nëse ndjen se diçka ka ndryshuar në shikimin e tij, në energjinë e tij, në mënyrën se si është pranë teje, atëherë kjo nuk ishte rastësi. Ti bëre diçka, ti zgjove diçka. Dhe tani bota e tij e brendshme nuk është më e njëjta. Pjesa e dytë, çfarë bëre pa vetdije? Nuk ishte strategji, as plan i llogaritur, as teknik joshjeje, ishte diçka shumë më e fuqishme, autenticiteti. Në një botë ku shumë njerëz përpiqen të impresionojnë, të bien në sy ose të konkurrojnë për vëmendje, ti bëre diçka tjetër. Nuk luajte, nuk e egzagjerove personalitetin tënd, nuk e formsove qenien tënde sipas asaj që mendoje se ai donte të shite. Thjesht ishe e vërtetë. Dhe kjo tingëllon e thjesht, por ka një thellësi të rrallë. Nuk e impresionove me histori të fryra. Nuk kërkove vazhdimisht konfirmim. Nuk u shfaqe e paarritshme për të krijuar interes artificial. Nuk konkuron me gra të tjera për të rënë në sy. U shfaqe ashtu siç je në të vërtetë. Dhe pavetdia e percepton këtë menjëherë. Nga këndvështrimi i psikologjisë së thellë, veçanërisht në mësimet e Carl Jung, njeriu reagon fuqishëm ndaj asaj që është koherente brenda vetes. Kur dikush vepron nga një identitet i harmonizuar, pa maska, pa kundërthënie midis asaj që thot dhe asaj që bën, krijon një ndjenjë sigurie që vështirë shpjegohet racionalisht. Pavetdia e njeh autenticitetin. Kur fole me qetësi, kur shprehe mendimin tënd pa agresivitet, kur vendose kufi pa dram, diçka tek ai u çlodh. Sepse përballë dikujt autentik, mbrojtja zbutet, dhe kur mbrojtja zbutet, lind lidhja. Nuk ishte e nevojshme ta ndiqje, të këmbëngulje, të imponoje biseda. Siguria jote e qetë bëri punën.
tregove interes, por jo varësi, tregove karakter, por jo arrogancë, tregove cenueshmëri, por jo brishtësi. Ky ekuilibër është i fuqishëm, sepse shumë burra janë mësuar me dinamika ku luhet, konkurohet ose manipulohet emocionalisht në mënyrë të fshehtë. Kur shfaqet dikush që nuk luan, nuk shtyn dhe nuk vepron nga mungesa, kontrasti është i madh dhe ky kontrast lë gjurmë. Nuk e kape me joshe intensive, por me koherencë. Ka diçka thellësisht transformuese në ndjesinë e të qenit i parë pa gjykim. Kur e dëgjove vërtet, kur nuk u përpoqe ta ndryshoje apo ta korrigjoje vazhdimisht, kur e pranove përvojën e tij pa humbur gjykimin tënd, ai ndjeu diçka ndryshe. Ai u ndje i parë. Dhe të ndihesh i parë është një nga përvojat më intime që ekzistojnë. Shumica e njerëzve duan të dëshirohen. Pak arrin ta bëjnë tjetrin të ndihet i kuptuar. Ti nuk e pushtove në kuptimin tradicional, nuk e munde, nuk e dominove, nuk e joshte në mënyrë strategjike. Ti e bëre të ndihej i sigurt të ishte vetvetja. Dhe kjo lë një gjurmë të thellë emocionale, sepse kur dikush ndihet i pranuar pa pasur nevojë të shtiret, zemra e tij fillon të hapet. Jo pa pritur, jo në mënyrë dramatike, por realisht. Ndoshta as nuk e vure re momentin e saktë kur ndodhi. Por diçka ndryshoi. Shikimi i tij u bë më i butë, vëmendja më e thellë, energjia më e përfshirë. Nuk ishte magji, ishte autenticitet. Dhe kur autenticiteti prek pavetdijen e dikujt që është i gatshëm të ndiejë, dashurimi pushon së qeni një mundësi. Ai bëhet një proces i pashmangshëm. Pjesa e tretë. Ti aktivizove animën e tij, dashurinë e pavetdijshme. Në psikologjinë e Jungut, burri nuk dashuron vetëm nga ajo që sheh jashtë. Ai dashuron edhe nga ajo që mbart brenda vetes. Jung e quajti anima imazhi i pavetdijshëm i femërores që jeton në psikikën mashkullore. Nuk është një grua reale, por një përfaqësim i brendshëm, i formuar nga përvoja, kujtime, emocione dhe arketipe të thella. Ajo është porta drejt botës së tij emocionale. Shumica e burrave nuk janë të vetëdijshëm për animën e tyre, por kur një grua mishëron cilësi të caktuara, thellësi emocionale, stabilitet të brendshëm, mister natyror, ndjeshmëri të ekuilibruar, ky imazh i brendshëm aktivizohet. Dhe kur aktivizohet, diçka ndryshon. Pa pritur ai ndjen diçka tjetër. Nuk është vetëm tërheqje fizike, as vetëm kimi sipërfaqësore, është lidhje. Ai fillon të përjetojë jo vetëm si person të jashtëm, por si rezonancë të brendshme. Diçka tek ti përputhet me diçka që tashmë jetonte brenda tij. Prandaj ndikimi është kaq i fortë. Kur anima projektohet, burri mund të ndiejë magjepsje, intensitet dhe madje cenueshmëri të papritur. Ai mendon për ty pa arsye të dukshme. Mund të ndiejë njëkohësisht qetësi dhe emocion. Përjeton një afërsi që nuk di ta shpjegoj sepse nuk reagon vetëm ndaj teje, por ndaj asaj që ti përfaqëson në botën e tij të brendshme. Nëse reflektove koherencë emocionale, anima e tij u përgjigj. Nëse tregove ndjeshmëri pa dobësi, anima e tij u zgjua. Nëse rrezatove mister pa manipulim, anima e tij u ndje e tërhequr. Anima kërkon thellësi, autenticitet, lidhje të vërtetë. Dhe kur gjen jashtë një pasqyrë, ajo projektohet me forcë. Prandaj burri ndonjëherë nuk e kupton çfarë ndjen. Mund të përpiqet ta reduktojë në dëshirë, ta racionalizojë, të thotë se thjesht i pëlqen. Por brenda vetes e di se ka më shumë sepse dëshira është e menjëhershme, lidhja është e thellë. Dhe ajo që ndjen për ty ka rrënje më të thella. Ti nuk e kontrollove, nuk e manipulove, nuk e hipnotizove. Ti zgjove diçka që tashmë jetonte brenda ti. Kjo është fuqia e dashurisë së pavetdijshme. Kur një grua aktivizon animën, burri ndjen se qëndron përballë dikujt të veçantë edhe nëse nuk di ta shpjegojë. Ai mund të bëhet më i vëmendshëm, më përkujdesës, më reflektues, madje edhe më i pasigurt, sepse të prekësh botën emocionale të një burri do të thotë të prekësh një zonë të cenueshme. Anima është ura e tij drejt ndjeshmërisë, intuitës, dashurisë së thellë, por edhe një pjesë që shumë e kanë shtypur për shkak të frikës ose kondicionimit shoqëror. Dhe kur dikush e zgjon, efekti është intensiv.
Ajo që ai ndjen për ty nuk është e lehtë, as kalimtare, as e ftohtë. Është një aktivizim i brendshëm. Ti nuk e detyrove të dashurohej. Nuk bëre asnjë lëvizje strategjike. Thjesht mishërove diçka që përputhej me botën e tij të brendshme. Dhe kur e jashtëmja përputhet me pavetdijen, zemra përgjigjet para mendjes. Kjo është ajo që ka ndodhur. Jo kontroll, por rezonancë. Jo pushtim, por zgjim. Pjesa e 4. Shenja që ai është i dashuruar. Dashurimi i vërtet nuk shprehet gjithmonë me fjalë, ai shihet në detaje. Kur një burr është vërtet i dashuruar, sjellja e tij ndryshon në mënyrë të hollë, por thellësisht. Jo sepse e planifikon, por sepse diçka brenda tij nuk është më e ftohtë. Një nga shenjat e para është shikimi. Ai të vëzhgon kur mendon se ti nuk e vëren. Nuk është një shikim sipërfaqësor, është një shikim që ndalet, që analizon, që vështron, sikur përpiqet të kuptojë diçka që ka më shumë rëndësi për të se sa pranon. Ai kërkon gjithashtu arsye për t'u afruar. Ndoshta nuk thot drejt për drejt se dëshiron të shohë, por shfaqet. Shpik biseda të vogla, dërgon mesazhe që duken të rastësishme. Interesohet për aktivitete ku e di se do të jesh edhe ti. Nuk është gjithmonë i vetëdijshëm që po e bën këtë. Thjesht ndjen shtysën për të qenë pranë teje. Një tjetër shenjë e qartë, ai kujton detaje që ti i ke thënë. Jo vetëm gjëra të rëndësishme, por edhe të vogla. Një datë që përmende, një frikë që pranove, një ëndër që ndave në një bisedë të rastësishme. Kur një burr është i dashuruar, vëmendja e tij mprehet sepse gjithçka që vjen nga ti merr vlerë emocionale. Dhe pastaj është nervozizmi. Kur biseda bëhet më intime, diçka ndryshon në energjinë e tij. Mund të bëj shaka për të shmangur thellësinë. Bëhet më serioz. Duket i trazuar. Pse? Sepse dashuria të zhvesh. Kur dialogu prek emocione të vërteta, egoja humbet stabilitetin. Burri i dashuruar fillon të ndjejë se nuk e kontrollon më plotësisht situatën dhe kjo e bën të cenueshëm. Ai kujdeset gjithashtu më shumë se zakonisht për mirëqenien tënde. Nuk pyet vetëm nga mirësjellja si je. Ai i kushton vëmendje tonit të zërit tënd. E vëren kur diçka të prek. Shqetësohet kur të sheh të distancuar apo të trishtuar. Kur dashuria është e pranishme, gjendja emocionale e tjetrit ndikon drejt për drejt tek e tia. Nga një perspektivë e psikologjisë së thellë, egoja e tij humbet një pjesë të kontrollit kur burri është vërtet i dashuruar. Ai nuk mund ta mbajë më indiferencën strategjike. Nuk mund të shtiret sikur asgjë nuk ka rëndësi. Ai bëhet më i ndjeshëm edhe nëse përpiqet ta fshehë, edhe nëse përpiqet të ruajë një fasadë të fortë, edhe nëse thotë se gjithçka është nën kontroll. Brenda nuk është më kështu. Sepse të jesh i dashuruar do të thotë të hapësh një derë emocionale që nuk është gjithmonë e rehatshme. Do të thotë të pranosh se tjetri ka ndikim, se është i rëndësishëm, se mund të lëndojë. Dhe kjo frikson. Prandaj ndonjëherë përzihen shenja interesi me momente distance. Jo sepse nuk ndjen, por sepse po përpunon atë që ndjen. Vëzhgo veprimet e tij më shumë se fjalët. Dashurimi i vërtet shihet në gjeste të vogla, në vëmendje të vazhdueshme, në kujtesë emocionale, në prani të qëndrueshme, në cenueshmërinë që përpiqet ta fshehë. Kur një burr është i dashuruar, diçka brenda tij bëhet më e butë. Mund të mos e thotë ende, mund të mos e kuptojë plotësisht, por nëse energjia e tij ndryshon pranë teje, nëse shikimi i tij qëndron një sekond më gjatë, nëse kujdesi i tij shkon përtej sipërfaqes, kjo nuk është rastësi. Kjo është ndjenjë. Pjesa e 5. Frika që e mban prapa. Nëse është i dashuruar, pse ndonjëherë distancohet? Kjo është pyetja që ngatëron. Sepse gjestet e tij tregojnë interes, por sjellja ndonjëherë duket kontradiktore. Afrohet me intensitet dhe pastaj ftohet. Kërkon lidhje dhe më pas tërhiqet. Përgjigjja nuk është gjithmonë mungesa e dashurisë, ndonjëherë është frika. Dashuria e vërtet nuk është e rehatshme. Nuk është vetëm një ndjenjë e këndshme. Dashuria e thellë destabilizon. Ajo lëviz shtresa të brendshme që ishin të rregulluara nën kontroll. Të detyron të hapësh hapësira emocionale që kishin mbetur të mbyllura.
Të duash do të thotë të ekspozohesh. Do të thotë të pranosh se tjetri mund të ketë ndikim mbi ty, se mund të prek, të lëndoj. Dhe kur një burr fillon të ndjejë vërtet, diçka brenda tij humbet stabilitetin. Vetë mjaftueshmëria e tij emocionale vihet në pikpyetje. Imazhi i forcës absolute merr çarje. Kur anima tek burri aktivizohet, ky imazh i brendshëm i femërores që lidh botën e tij emocionale, ajo nuk zgjon vetëm dashurinë, por edhe hijen. Hija përmban gjithçka që ai nuk dëshiron ta pranojë, pasiguri, plag, frikëra të shtypura. Prandaj, së bashku me lidhjen, shfaqen edhe frikëra të thella. Frika nga refuzimi, frika se nuk është mjaftueshëm i mirë, frika se do të humbas kontrollin, frika nga varësia emocionale. Kur fillon të dashurohet, ai nuk ndihet më plotësisht i paprekshëm, dhe kjo cenueshmëri mund të duket dërmuese. Ai mund të pyes veten, po sikur ajo të më lëndoj, po sikur unë të ndjej më shumë se ajo, po sikur të humbas stabilitetin tim, egoja përpiqet ta mbrojë. Dhe një nga format më të zakonshme të mbrojtjes është distanca. Jo sepse nuk do, por sepse ndjen shumë. Dashuria aktivizon dëshirën për afërsi, por frika aktivizon impulsin për t'u larguar. Kur të dyja forcat veprojnë njëkohësisht, sjellja bëhet ambivalente. Afrohet sepse të do, largohet sepse ka frikë të mos humbas veten. Të duash do të thotë transformim, do të thotë ndryshim, do të thotë rritje, dhe jo të gjithë janë gati të përballen me këtë proces. Kur dikush prek zemrën, prek edhe plag të vjetra, zhgënjime të kaluara, premtime të thyera, momente kur hapja përfundoi në dhimbje, dhe pavetdia kujton. Prandaj ndonjëherë duket i ftohtë pikërisht kur gjithçka bëhet më intime, sepse intimiteti nuk sjell vetëm gëzim emocional, por edhe ekspozim. Mesazhi thelbësor është i thellë. Ai nuk ka frikë të dojë. Ai ka frikë nga ajo që dashuria zgjon brenda tij. Ka frikë të ketë nevojë. Ka frikë nga varësia. Ka frikë që bota e tij e brendshme nuk është më nën kontrollin e tij. Dashuria e vërtet nuk është e lehtë, është transformuese. Dhe çdo transformim krijon rezistencë para se të integrohet. Distanca, në shumë raste, nuk është mungesë ndjenje, por konflikt i brendshëm. Pyetja nuk është nëse ndjen. Pyetja është nëse është gati të përballet me hijen e tij për të ruajtur atë që ndjen. Sepse të duash kërkon guxim. Pjesa e 6, mesazhi i fundit, para se të jetë tepër vonë. Nëse është i dashuruar sepse ti zgjove diçka brenda ti, tani vendimi është i tij. Ti tashmë bëre atë që ishte në duart e tua edhe nëse nuk e planifikove. Ishe autentike, ishe koherente, ishe e thellë. Aktivizove diçka në brendësinë e tij që jo kushto arrin ta zgjojë. Por dashuria nuk mbahet gjallë vetëm me zgjim. Ajo mbahet me vendim. Dhe ky vendim nuk është në duart e tua. Nuk ke nevojë të ndjekësh. Nuk duhet të detyrosh biseda të pakëndshme për të marrë përgjigje. Nuk duhet ta bindësh për atë që ndjen. Dashuria e vërtet nuk ka nevojë për presion për të ekzistuar, ajo ka nevojë për guxim për të ruajtur. Nga një perspektivë e thellë, e frymëzuar nga psikologjia e Jungut, kur dikush zgjon botën e tij të brendshme, fillon një proces transformimi. Por çdo transformim përfshin një vendim të vetëdijshëm, të rritesh ose të ikësh. Nëse përballet me frikën e tij, do të rritet. Do të duhet të shohë pasiguritë e tij, të pranojë cenueshmërinë, të integrojë hijen në vend që ta projektojë. Dhe nëse e bën këtë, lidhja nuk do të jetë sipërfaqësore, do të jetë e pjekur, e vetëdijshme dhe e fortë. Por nëse ikën, nuk është sepse nuk ndjeu asgjë, por sepse ndjeu shumë dhe nuk dinte si ta përballonte. Nëse distancohet, nëse ftohet, nëse zgjedh heshtjen në vend të qartësisë, kjo nuk përcakton vlerën tënde. Përcakton nivelin e pjekurisë së tij emocionale. Të duash kërkon guxim. Guxim për të thënë çfarë ndjen. Guxim për të qëndruar kur largimi do të ishte më i lehtë. Guxim për të lejuar që dashuria të transformojë identitetin. Ti nuk mund ta shërosh frikën e tij në vend të tij. Nuk mund ta marrësh vendimin për të. Nuk mund ta mbash procesin e tij.
E vetmja gjë që mund të vendosësh është si do të pozicionohesh ndaj asaj që po ndodh. Mund të ruash dinjitetin tënd, të mbash qendrën tënde të brendshme, të besosh në vlerën tënde. Sepse nëse dikush ka nevojë të ndiqet për të qëndruar, ai ende nuk është gati të dojë në mënyrë të vetëdijshme. Dashuria e shëndetshme nuk lutet për veten. Ajo lind kur dy njerëz janë gati të rriten. Nëse përballet me hijen e tij, lidhja do të rritet. Nëse lejon që ajo ta sundoj, do të largohet. Dhe në të dy rastet, ti mbetesh e njëjta grua që zgjoi diçka të thellë. Mbaje mend, ai është i dashuruar me ty sepse ti zgjove shpirtin e tij. Por vetëm ai mund të vendosë nëse ka guximin ta mbajë gjallë atë që ndjen. Mos ndiq dikë që po ikën nga vetja. Mos e zbeh dritën tënde që dikush tjetër të mos ndihet i ekspozuar. Ai që është gati të dojë pa frikë, nuk ka nevojë të bindet për të qëndruar.